Dobar dan, почитувани граѓани. Се јавуваме од Дитата ндрвар четвртар, nga Qendra për Shtyp të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nga e cila do të vazhdojmë me video sesionet informative lidhur me gjendjen aktuale të shkaktuar nga koronavirusi. Në sesionin e sotëm do të flasim për ato si psikologjikisht, psikikisht të kalojmë këtë sfidë dhe të sigurojmë përkrahje psikologjike secilit individ që i duhet në këto situata. Ballafaqimi me virusin është luftë e përbashkët dhe shumë segmentet e jetës tonë kanë ndryshuar, përditshmëria jonë ka ndryshuar. Gjithë kjo ndikon në shëndetin tonë mental duke shkaktuar gjendjet nga më të ndryshmet, frikë, pasiguri, vetmi, hidhërim, gjendje të cilat sot mundohemi të identifikojmë. Por do të flasim edhe për mënyrën për të pranuar dhe për të adaptuar në këtë gjendje, si më lehtë të ballafaqohemi me stresin dhe të vërejmë kontributin tonë në luftën e përbashkët që sa më shpejt kjo të përfundoj, për shkak se secili nga ne ka përgjegjësi dhe është shumë i rëndësishëm. Respektimi i masave dhe rekomandimeve na çojnë vetëm një hap më shpejt drejt fitores. Investimi në shëndetin tonë për nesër është mënyra si sillemi sot. Ministria për Shëndetësi dhe Psikë institucione për mbështetje kanë hapur linjat për mbështetje apo ndihmë psikologjike për struktura dhe grupe të ndryshme të qytetarëve. Numrat mund të shihni edhe në monitorin përkatësisht ekranin prapa me. Në video sesionin e sotëm kemi një pjesë të ekipit të psikiatrisë që punojnë në këto linja për ndihmë të parë apo ndihmë të shpejtë psikologjike me Ivo Kunuski, psikolog, dhe Mariana Stankovic, specialist për psikologji dhe konsulent kognitivo-behavioral. Të dy nga institucioni Klinika Universitare për Psikiatri Mirdita të gjithë ju falënderit që erdhët Mirdita. Zoti Kunuski, sa qytetarët paraqiten në numrat për ndihmë psikologjike. Momenti është i mirë të përkujtojmë se krahas përkujdesis për shëndetin ton fizik është mirë. Të fillojmë të përkujdesemi edhe për shëndetin ton mental. Për këtë qëllim, Klinika për Psikiatri ka përgatitur këto 6 linja për përkrahje duke përfshirë edhe për persona të rritur, prind të fëmijëve në moshën parashkollore dhe në moshë shkollore, për prindërit me fëmijë me zhvillim atipik, adoleshent, dhe kemi gjithashtu mbështetje për persona me dëmtim në shqisën e të dëgjimit, shikimit dhe të folurit që rrjedh në formë tekstuale nëpërmjet aplikacionit në internet, online. Kemi kolegë edukatorë speciale, punonjës social dhe kategori tjera të cilët janë në dispozicion për të ofruar përkrahje dhe për të dhënë përkrahje në mënyrë konfidenciale dhe anonime. Dhe për momentin e shohim që përkatësisht përvoja jonë flet thotë se mesatarisht qytetarët 10 deri në 20 herë në ditë në secilën prej linjave dhe janë të hapur, kanë vullnet të ndajnë vështirësitë e tyre, hallet e tyre, i pranojnë këshillat dhe shohim që e çmojnë mundësinë që u ofrohet ky shërbim, kur besoj se kanë shumë edhe më thjesht pasi të dëgjojnë përgjithë përkatësisht të këshillat dhe mendimet tuaja, po gjithmonë është mirë të dëgjohet mendimi edhe kur ndonjë rekomandim jepet nga persona kompetent dhe ekspert. Kjo situatë vetë në vete sjell dhe shkakton frikë dhe stres se gjërat nuk janë në kontrollin tonë. Si të përballemi me këtë, apo si të ballafaqohemi me frikën, me shqetësimin, me anksiozitetin, apo ndonjëherë dhe sulmet prej panikut që janë të stimuluar nga paniku negativ, se mund të infektohemi edhe ne, por edhe të infektojmë familjen tonë, edhe pse mund të respektojmë të gjitha masat mbrojtëse. Përkujdesja për shëndetin mental është po aq i rëndësishëm sa edhe përkujdesi për shëndetin fizik. Duhet të mbahet llogari si këtu kuptohet, bën pjesë edhe parandalimi i virusit. Këtu bëhet fjalë për ndjesi që kemi biologjikisht nga ekzistenca, por edhe nga mosdia. Gjithashtu për gjithë këto jemi të ballafaqoar me ndjenjë të intensifikuar të frikës, të pasigurisë dhe frikë për ardhmërinë. Në këtë situatë sapo formuar, njerëzit duhet të defokusojnë vëmendjen e tyre në përmbajtje pozitive, për shembull. Duhet të punojnë në gjenerim të një doze pozitive të optimizmit. Kjo do të thotë se 2 herë në ditë nga gjysmë ore
nga koha e ndarë për të ndjekin ndonjë videoklip humoristik, të lexoni dhe shpërndani Barcolene me më të afërmit edhe nëpërmjet aplikacioneve elektronike me Viber, me Skype. Mund të dëgjoni muzikë relaksuese e cila do t'ju qetësoj. Luani në ndonjë instrument, mësoni të luani në instrumente të reja. Diçka që mund të ju defokusoj vëmendjen nga gjithë kjo situatë e krijuar, të lexoni ndonjë libër interesant, të shikoni albumet me fotografi të vjetra nëpërmjet me të cilat më detajisht do të përkujtohemi në ndonjë ngjarje të bukur në të kaluarën, të cilat do të nxisin ndjenja të mira por edhe kujtime të bukura. Filloni të veproni në mënyrë kreativ me ato që mund të ndërtoni shembull ndonjë mini kopsht në shtëpinë tuaj, do të mbjellni ndonjë lule që keni më të preferuar apo bim të preferuar. Veç kësaj mund të jeni kreativ në këtë pjesë, të gatuani ndonjë recetë, të provoni të re, të shkëmbeni receta me antarët e familjes. Por edhe nëpërmjet pajisjeve elektronike që mund të kalon në formë të ndë hobit të ri. Qytetarët gjithashtu duhet të përdorin teknologjitë për të ballafaqoar me këto momente krize. Megjithatë, kjo mund të bëhet edhe nëpërmjet ndjekjes aktiviteteve online. Të mësohen gjuhë të reja, të huaja. Të mësohet dhe të punohet me kompjuter, aplikacione dhe programe të reja. Të bëhen udhëtime virtuale nëpërmjet Google Earth-it, të vizitohen muze online, shfaqje teatrale. Të mësohen shkathësi të reja, nëpërmjet të cilave do të mësohen hapa të ri për vallëzim apo çfarëdo hobi tjetër i ri ose aktivitet. Përpiloni një listë aktiviteteve të cilën do ta realizoni pasi të përfundoj kriza lidhur me pyetjet ku do shkoni për pushim, cilat vende do t'i përkujtoni, do t'i vizitoni, cilit miq do t'i ftoni për drek, për darkë, me cilin do të kuptohet edhe vetvetes, mund t'i caktoni ndonjë pozitë, shihni veten, të imagjinoni veten të ardhmen në ndonjë rol pozitiv dhe të testoni kapacitetet tuaja lidhur me atë. Sa në mënyrë adekuate ballafaqoheni me këto vështirësi dhe situata. Ajo që vlen të përmendet tani dhe të theksohet është se kjo është gjendje momentale të cilën shpejt do ta kalojmë dhe këto janë pjesë e mekanizmave me të cilat mund të ballafaqohemi eventualisht më lehtë dhe më shpejt të dalim nga ky vetë izolim. Zoti Kunuski Mosval, keni ju diçka për të shtuar në lidhje me mekanizmat me të cilat mund të ndihmojnë vetveten? Po një nga momentet më të rëndësishme të cilat spikata në këtë situatë është sa e kemi të rëndësishëm kontaktin me të tjerët. Se shkaku i distancimit të imponuar tani nuk është situata dhe atmosfera e njëjtë që ka qenë më parë, por gjithmonë do ekzistojë këtu teknologjia që sidoqoftë të lidhemi, të kontaktojmë, të komunikojmë me të afërmit nëpërmjet internetit apo telefonit dhe gjithmonë rekomandohet të mbajmë komunikim të rregullt, të jemi në kontakt, të përkrahemi, të zgjidhim probleme në mënyrë të caktuar. Dhe këtu veçanërisht është e rëndësishme, veç më derisa kemi qasje në rrjetet sociale, mediat sociale dhe portale të ndryshme të internetit. Apo çfarëdo lajmi që në vjen është të verifikojmë informatat nëse janë prej burimeve relevanta, janë verifikuar për shkak se po, me që ka informata të cilat janë edhe të rreme dhe nuk janë autentike, dhe të mos e zmadhojnë edhe shqetësime, kuptohet edhe kjo mund të ndodhë. Ata të cilët nga ana tjetër gjithmonë kanë qenë më aktiv dhe më të lirë tani kanë problem të përballen dhe të durojnë izolimin, si të strukturojnë dhe planifikojnë ditën gjatë izolimit. Këtu do të themi diçka që është shumë e rëndësishme, të përcaktohet struktura apo orari i ditës, agjenda e ditës, do të planifikojnë si do të kalojnë ditën. Për shembull, bëni një plan dite, të zgjohemi në orën 7, në orën 7 e mëngjesit të pim kafe apo çaj.
në orën 8 mëngjes, në orën 9 të pastrohet dhe të përgatitet shtëpia dhe kështu më radhë. Gjithashtu bëni plane dhe alarme në celular që do t'ju përkujtojnë për aktivitetet ditore. Gjithashtu duhet të respektoni këtë rutinë ditore, tani keni mundësinë madje të bëni gjumë sipas bioritmit tuaj, edhe jo siç e keni pasur të imponuar orarin më parë. Diçka tjetër që mund të bëni është mundësia të realizoni aktivitetet të cilat më parë s'keni pasur kohë të i bëni, dhe kjo mund të jetë ndonjë aktivitet kreativ apo ndonjë punë që nuk e keni përfunduar, me atë që do të ngjallni ndjenja pozitive me vetplënësim, do të jeni më të kënaqur dhe në të njëjtin moment do të minimizohet frika, hidhrimi, mlefi, tensionimi, padyshim jemi qenje sociale. Distancimi social mund të ndikojë mbi shëndetin mental duke shkaktuar vetmi pasiguri dhe ndjenja në rrezikim. Këtë veçanërisht duhet të theksoj me atë që Organizata Botërore e Shëndetësisë këtë shprehje e zëvendëson me fjalën distancim fizik e jo distancim social. Çka mund të thoni për këtë? Ajo që mund të rekomandojmë për qytetarët është pavarësisht nëse janë vet apo jo. Për shkak se së pari duhet të sqarohet shprehja distancë sociale si shprehje. Tani është zëvendësuar me shprehjen distancë fizike, por kjo nuk do të thotë se nuk do të mbajmë edhe kontaktet. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë se njerëzit duhet të mbajnë kontaktet me familjarët e tyre dhe miqt, shokët e tyre nëpërmjet aplikacioneve dhe aparateve elektronike, dhe në këto momente më kritike është të mbajmë ndjesinë e lidhjes me njerëzit të tjerë. Të komunikojmë në momentet kritike për emocionet negative. Këtu kemi një proces ventilimi ku do të reduktohen ato ndjenja negative siç janë tensionimi dhe frika, dhe në këtë mënyrë që do të shkëmbejmë ndjenja dhe mënyrën si e perceptojmë këtë situatë, në anën tjetër të linjës mund të na jepen informata kthyese për pikpamje tjetër mbi këtë situatë që mund të kontribuon për eliminimin e këtyre mendimeve negative që do të mund të modifikohen në mënyrë pozitive, dhe me këtë kontribuon në reduktim të frikës dhe të vjen deri në sjellje më të pranueshme. Gjithashtu nëpërmjet mjeteve elektronike duhet të shprehet edhe përkrahje psikologjike e popullatës më të moshuar. Besoj që ndarja në anën tjetër e problemeve me më të afërmit disi e lehtëson krejt situatën. Po e lehtëson dhe veçanërisht të vërejt në këtë momente se si edhe virusi nuk diskriminon në asnjë bazë. Dhe shohim që krahas përgjegjësisë individuale që kemi për shëndetin konë, kemi edhe përgjegjësinë kolektive apo shoqërore, ku të gjithë duhet të përkujdesemi për shëndetin e komunitetit tonë, dhe më së lehti është të vazhdohet solidariteti kur të përfundon kjo krizë. Dhe pikërisht momenti më i thjeshtë i shkarkimit, i çlirimit nga shqetësimet, hallet, mendimet tona negative dhe çfarë ndjenje negative që mund të kemi, mënyra më e thjeshtë është këtë të bëjmë nëpërmjet bisedës dhe diskutimit me personat më të moshuar që kemi në afërsitë tonë. U munduam të parastrojmë pyetje duke pasur parasysh se këto janë temat për të cilat pyetjet më së shpeshti parastrojmë pyetjet. Kur bëhet fjalë për fëmijët, prindërit më të shumë të frikohen nga reaksionet e fëmijës, siç mund të shqetësim, mos pavësia të bëjnë gjumë gjatë natës, agresivitet. Dhe kështu më radh, si të reagojnë prindërit në këto situata? Së pari duhet të dimë se në situata të këtilla, të gjitha këto reaksione që i përmendat janë absolutisht reaksione normale dhe mund të priten për dhe nga fëmijët tanë. Këto është mirë ta dinë të gjithë prindërit, të mos mendojnë se është diçka e pazakonshme për fëmijët në këto situata.
Veçanërisht është rëndësishme si që edhe Mariana praktikisht për ndihmë shumë e madhe është të inkorporojmë rutinë në ditët tona gjatë javës, kjo do të na ndihmojmë të realizojmë aktivitetet dhe punët gjatë ditës në mënyrë më të parashikuar dhe do të ndihmoj fëmijët të inkorporohet dhe instalohet ndonjë strukturë në ditën e tyre. Gjithashtu i kufizojmë qasjen të informatat jo çdo ditë, pra të jemi të bombarduar me informata të ndryshme për këtë temë dhe këtë të përpiqemi ta bëjmë edhe për fëmijët tanë, nëse është e mundur, për shkak se siç na shqetësojnë lajmet të caktuara neve, edhe ata mund të shqetësojnë, ndërkaq edhe vetë reaksionet tona mund të shqetësojnë fëmijët. Prindërit mund të jenë lirshëm, të hapur, të sinqertë për pyetjet që i parastrojnë fëmijët e tyre, këtu janë të ngushëllojnë, të mbështesin, të bëjnë me dije se aty janë për fëmijët, të bëjnë çmos për të mbrojtur dhe se këtë situatë do ta tekalojmë kur do të çete jetë. Rrjedhimisht me këtë parashtrohet pyetja si prindit për çka dhe unë jam i shqetësuar të mos e transmetoj këtë shqetësim tek fëmiu im. Në këto momente ndonjëherë duhet të jemi të vetëdijshëm, të kemi periudhë në ditë ku do të vrejmë reaksionet dhe veprimet tona gjatë ditës, se të shohim ndonjëherë mos vallë kemi reaguar në mënyrë që e shqetëson fëmijën tonë, ndoshta i ndajmë informatat haptazi në shtëpi dhe i dëgjon fëmijën jon. Andaj është mirë ndonjëherë të paraqisim shembull të sjelljes që ndonjëherë donim të shohim te fëmiu ynë. Për ato përpiqemi të fokusohemi në anën pozitive të kësaj situate, të jemi këtu për ngushëllim dhe mbështetje gjithmonë për fëmijët. Çka nëse fëmiu në anën tjetër ka frikë të konstante se është mundur të sëmuremi. Si ti sqarohet në mënyrën më të thjeshtë fëmijët se prapse në gjithë këtë situatë duhet të qenë mbesim të qetë. Pritet kur vetë edhe të rriturit më kanë qasje të ndryshme, të informata të ndryshme, të cilat i shqetësojnë edhe ata dhe informata të lloj-llojshme për këtë temë. Shqetësojnë edhe fëmijët. Shpesh krijohet përshtypja dhe i dëgjojmë prindërit se fëmijët kanë frikë se ndonjëri nga familje do të sëmurë, do të ndodhë diçka prindërve dhe këtu është mirë gjithmonë të ofrojmë ngushëllim dhe qetësim fëmijëve në një mënyrë të caktuar konkrete, të sqarojmë se si prind jeni këtu, bëni gjithçka që është e mundur për të mbrojtur dhe kuptohet që është mirë të mundohemi të kalojmë kohë pozitive me fëmijët, mos jetë vetëm kjo temë dominante në shtëpi. Kemi aktivitete tjera të cilat në këto situata mund të bëhen në shtëpi. Planifikoni ndonjë strukturë për aktivitetet ditore dhe do e vëreni se edhe fëmijët do të veprojnë ndryshe në këto situata. Të rriturit të cilët në anën tjetër janë vetë në shtëpi, janë vejushka, nuk din si të kalojnë ditën, supozoj sa ata veçanërisht ndihen të vetmuar dhe të pikëlluara, mund disi të organizohen në këtë situatë përsëri u bëj thirrje të aplikojnë teknikat e përmendura më parë për relaksim, aktivitete kreative në shtëpi, strukturën e ditës ta kemë parasysh të shfrytëzojnë mjetet elektronike, do të ventilojnë në këtë mënyrë ndjenjat, emocionet negative dhe gjithashtu mund të jenë në kontakt të ndërsjellë me anëtarët tjerë të familjeve të tyre. Ato që mund të rekomandoj për këtë grup të njerëzve është të mbajnë kontaktet me miqësitë e vjetra dhe të krijojnë miqësi të reja nëpërmjet mjeteve elektronike, dhe ajo që është shumë interesante është kyçen në temat e përbashkëta të online forumeve, pra ekzistojnë online forume. Pra qytetarët të cilët janë të vetëm në për shtëpi dhe mendoj se mund të gjejnë këto forume dhe të gjejmë temat e tyre të përbashkëta dhe këtu të shkëmbejnë mendimet, të japin mendimet e tyre.
praktikisht të mbështesin njëri tjetrin, po dhe të grumbullojnë përvojë dhe këtu të thjesht do të defokusohet vëmendja, do të jenë më tepër të angazhuar, do të defokusojnë vëmendjen e tyre nga mendimet negative dhe në këtë pjesë mund të përmendet për personat e moshuar vetë mendojnë këtë kohë se kjo periudhë do të përfundojë dhe se përsëri do të jenë në kontakt me një patmbesat e tyre dhe përsëri do të mund të kalojnë kohën me ata, do të luajnë me ata, do të dalin, do shëtisin. Të nxjerrin gjithçka që është pozitive, për të gjithë presim të vjen edhe ky moment edhe kjo ditë me siguri do të jetë së shpejti. Adoleshentët në atë nën tjetër kanë problem dhe pyetja më e shpeshtë e shtruar është, po ç'të bëjnë në shtëpi kur vazhdimisht kundërshtojmë me prindërit. Adoleshenca është periudha e zhvillimit në të cilën të rinjt kanë nevojë për privatësi individuale, kanë fazën e krijimit psikologjik dhe fizik dhe shpesh ndodh familje të cilat kanë adoleshent në shtëpitë e tyre të ballafaqohen me situata të tilla të padëshiruara dhe në këtë periudhë derisa jemi më së shpeshti edhe kryesisht nëpër shtëpi, ndonjëherë këto situata mund të jenë edhe më të shpeshta. Këtu është mirë të mendojmë rreth asaj se kjo situatë ndikon tek të gjithë në shkallë të caktuar dhe se nuk ka nevojë për të kërkuar përgjegjësi të cili do, edhe më së paku tek familja kur flasim për këtë shpesh, dim të sulmohemi të flasim për gjëra të këtilla derisa jemi në shtëpi. Është mirë të mbajmë gjakftosinë në këto momente, të përqendrohemi mbi vetveten, si reagojmë, për çka reagojmë, ndonjëherë anëtarët e familjeve tona për çka reagojnë dhe si reagojnë, të shohim si disa gjëra me marrëveshje dhe bisedë mund të zgjidhim ndryshe. Mirë është të mendohet kjo në fund të ndonjë dite apo pas ndonjë konflikti, po që se ndodh mes anëtarëve të familjes dhe këtu veçanërisht është e rëndësishme, pavarësisht se në çfarë kushte ndonjëherë jetojmë, gjithmonë mund të ketë ndonjë pjesë të shtëpisë apo oborit për ata që kanë obor në shtëpi të kalojmë pak kohën në vetmi, të kemi ndonjë aktivitet tonin personal me fjalë tjera, izolim në izolim. Shtëpiak, po, pak kohë për vetveten në shtëpi. Disa femra pas periudhës së lindjes gjatë leonis pyesin si të ballafaqohen me frikën që buron nga parashikimet e paqarta dhe çështjet e paqarta. Pyetjet më të qarta për lehonat dhe nënat e reja janë këto. Kjo është periudhë delikate në të cilën ndodhin shumë ndryshime hormonale dhe ballafaqohen me shumë vështirësi psiqike. Këtu gjithashtu kemi procesin e mirëmbajtjes së relacionit nëna me fëmijën, për kujdesja për foshnjën, për veten, për familjen. Ndodh manifestimi vështirësive psikologjike në formë të shqetësimit, tensionimit, frikë, çka do të ndodh, si do të jetë, ku do janë kontrollet, a do të ketë kontrolle apo jo dhe kështu me radhë. Edhe tani diçka që mund të themi është aplikimi i metodës së relaksimit. Këtu kemi më shumë metoda për relaksim. Një nga metodat kryesore është të aplikojnë teknikat e frymarrjes. Me këtë do të reduktohet tensionimi, pastaj të këndohet, të ushtrohet pilates, yoga, të meditohet, të bëhen ushtrime aerobike për lehonat. Gjitha këto mund të bëhen nëpërmjet online instruksioneve. Gjithashtu të mbahet ditari, të merren shënime nëpërmjet marrjes së shënimeve, mund të eliminohen ndjenjat negative dhe gjithë kjo të ketë efekt të ventilimit. Pastaj të bëhen masazhe, aromaterapi,
ndonjë nga nënat që kanë lindur fëmijën e dytë në gjitha këto procese të përfshihet edhe fëmiu i parë të luhen loja sociale, shoqërore, monopol, me loja me letra, rreziku dhe aktivitete tjera të ngjashme që do të reduktojnë këtë tensionim dhe frikë, pasiguri. Gjithashtu diçka që mund të përmendosh të shfletosni, të kaloni të shikoni albumet me fotografi nga momentet e kaluara, të përkujtoheni në momentet e bukura. Këtu përfundoj me pyetjet tona, por ka edhe dy pyetje nga Antonia Poposka nga Nova Makedonia. Thotë ne shumica e psikiatrisë i qasën në terapi medioze dhe shumë pak për aplikohet qasja behavioriste. Pse mjekët e kanë më lehtë të shkruajnë, të përshkruajnë mjek ilaç në vend që të zgjidhin punën, që problemin me punë me pacientin. Ashtu është ndodh kjo. Duhet të kemi parasysh se të gjitha këto gjendje mentale të secili individ shfaqet me intensitet të ndryshëm dhe në mënyra të ndryshme dhe në raste të caktuara sipas vlerësimit të psikiatrit mund të nevojitet edhe terapia me medikamente në raste të caktuara, nuk është e detyrueshme, por kjo gjithmonë është vlerësimi i personit profesional kompetent i cili beson se në situatë atill mund të jetë nevojshme të aplikohet edhe terapi farmakologjike, kur më së shpeshti janë të nevojshme këto ilaçe. Së pari keni pyetjen kur duhet të përshkruhen ilaçet, po, dhe nëse dikush me gjendje paraprake psikike apo edhe nga gjendja e sapo krijuar me koronavirusin janë bazë mjaftueshme për të përshkruar ilaçe. Ka shumë qytetarë dhe qytetare të cilët paraqiten dhe për herë të parë pranojnë terapi në këtë periudhë të lidhur me sulmet prej panikut dhe tani mund të themi nëse vështirësi depresive dhe me ndjenjë anksioze, nëse qytetarët të caktuar i ballafaqojnë dhe i kalojnë këto kriza për disa ditë me teknika të relaksimit, të defokusimit, me organizim të ditës, mbajtje ditare, shënimin e ditar, komunikime më të afërmit në shtëpi dhe nëpërmjet mjeteve elektronike dhe nëse eliminojnë këto ndjenje për disa ditë, atëherë jo, nuk vazhdon procesi për terapi, pra në mënyrë adekuate ja kanë dalur të ballafaqohen me këtë situatë. Megjithatë, nëse këto emocione zgjasin më tepër se disa ditë apo më tepër se disa javë, kuptohet se do të nevojitet të konsultohen në mënyrë profesionale me psikiatër dhe sipas vlerësimit të tij të përshkruhet terapisë me medikamente. Shumë pyetje interesante kjo tjetra, thot, nga ajo që po ndodh në nivel global, nuk keni të përjashtuar as ju psikologët dhe psikiatrat, si ju i menaxhoni stresin dhe anksiozitetin nga ky izolim. Ju lus të ndani me publikun metoda të suksesshme, këshilla dhe marifete. Ajo që është më e rëndësishme është unë kur të zgjohem në mëngjes, së pari organizoj ditën, pra filloj. Zgjohem në mëngjes, gjithë këto që e thash unë e aplikoj, e praktikoj. Pra ju thash, dëgjoni, respektoni këshillat, por edhe praktikojeni. Për shkak se ka një dallim dhe grupi caktuar i njerëzve të cilët dëgjojnë, i respektojnë, por jo edhe i praktikojnë, filloni të praktikoni këshillat të cilat paraprakisht i përmendëm, ose i kemi thënë. Pra unë e filloj me planifikimin e ditës, çdo ditë bëj alarm apo përkujtim në sa ora çka duhet të bëj, e kam kohën e organizuar kur do të punoj, kur do të kaloj kohën me më të afërmit, kur punoj jam hy në një dhomë të veçantë ku unë nuk do të kem pengesa, por edhe fëmijët e mi gjatë kohës së njëjtë në një dhomë tjetër do të jenë të angazhuar dhe të gjithë do të kemi rehatin dhe benefitin nga gjithë kjo punë dhe kohë dhe diçka në veçanti tjetër që mund të them është të ketë aktivitet fizik, pilates, është aktivitet që i pastron mendimet, i relakson mendimet, i minimizon tensionet dhe disi e vazhdon ditën me mendime pozitive. Të mendohet në mënyrë optimiste. Dhe sërish do them në fund,
Nëse i respektojmë rekomandimet për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së virusit, atëherë nuk ka mundësi të infektohemi dhe prandaj duhet të mbajmë këtë mendim dhe të vazhdojmë të funksionojmë gjatë ditës, që do ta plotësojmë me përmbajtje shumë kreative dhe të bukura. Dhe me teknika tjera relaksuese. Ju falenderoj zoti Kunosh që keni diçka për të shtuar po ngjashëm siç tha kolegja Mariana. Të gjitha këshillat që zakonisht i publikojmë dhe i shpërndajmë duhet në mënyrë autentike të ndajmë, të besojmë në ato dhe edhe ne në shtëpitë tona individualisht i praktikojmë. Të jenë një lloj rutine e ditës, nuk di të kem ndonjë aktivitet fizik. Dhe në momentet për shembull kur më mungon shoqëria, të adaptohem me gjithë këtë situatë dhe të gjithë për shembull të takohemi në internet. Ju falenderoj shumë të dyve për kohën që ndat me ne dhe kuptohet për të gjitha këto përgjigje që i ndat me ne. Ju lus kujdeseni për veten për shkak se edhe ju jeni në frontin e parë të luftës ku pak jeni më të ekspozuar ndaj koronavirusit. Ju falenderoj edhe një herë. Ndërkohë juve të nderuar qytetar, bashkëqytetar, ju rekomandoj ti ndiqni dhe ti praktikoni këshillat dhe rekomandimet për shkak se vetëm në këtë mënyrë do dalim si triumfant në luftën që e kemi me koronavirusin. Alarmin e ndezim me kohë dhe masat për parandalimin e përhapjes së virusit japin rezultat. Të gjithë ata ju që ndiheni se nuk mund të ndihmoni, dua të keni parasysh të dini se nuk është ashtu. Secili nga ne mund të ndikojë, të ndihmojë të jetë dobishëm dhe të përkujdeset për komunitetin në këtë kohë të sfidës së madhe. Edhe individualisht secili nga ne duhet të përkujdeset për higjienën e tij personale. Ti respektoj masa dhe rekomandimet, të blej produkte ushqimore në mënyrë racionale, të mban distancën dhe që është më e rëndësishme të rinë në shtëpi. Me këtë, ti drejt për së drejti ndihmon shtetin që është këtu për të gjithë ne, të ballafaqohet me krizat dhe i mbështet edhe punonjësit qendror të cilët pa lodhje punojnë për të gjithë ne. Të gjithë bashkërisht të kontribojmë sa më shpejt të vjen dita kur gjithë këtë do e lëmë mbrapa nesh dhe do themi ja vleti. Ju mirupafshim dhe mbeqe shëndosh.